me Atë kanë ofru ndonjëherë favore për me hek ndonjë lajm ose për me hesht diçka? Patjetër, dreka, darka, pozita në parti, edhe pozita në parti, estrada? Po, se kanë lidhje shumë të forta personazhet, tashmë po i dim këto, edhe po pjesën e parave, dënë që është e pashmangshme ajo pjesë. Do me thonë, kjo është që ndodhë. Po. Edhe që duhet me qenë goxha personaliteti fort për me i bo balë, sepse janë njerëz shumë të njohër. Okej, faleminderit shumë. A e ke kursyt dika ndonjë vip për shkak të miqësisë që e ke me ta? Po, veç kush gënjan. Veç kush gënjan. Më thënë, për shkak të miqësisë? Për shkak të miqësisë, ka pas një raport. Po për shkak të telefonatës, jo? Jo, telefonatës, jo. Po thjesht e kom taku, për shembull, po e përmendi një rast, e kom pa që është shtatzën, nuk ka dashur me e bo publike të tilla raste, edhe në fund ka përfundu e ndarë. Edhe fëmin e rrit vetë, kështu që kom bo shumë mirë që nuk e kom ekspozu, derisa ajo e ka publiku vetë në rrjetet sociale. Do me thënë, nuk është gjithmonë klikimi matës i suksesit, duhet me mendu pak apo e lëndojmë një raport familjar. Okej, faleminderit shumë. Albina Zeneli për platformën TikTok. Dua të njihem si gazetare, jo si modele. Qa e ke thonë këtë deklarat, po menon se në TikTok veç modelet, dika e kemi... Se kom thonë shumë për këtë pjesë. Ka qenë ideja me e nda, do në të njihësh si personalitet apo si personazh. Personaliteti është një rast që ju e keni bo që keni e gjatësi dekada. Do me thonë, derisa të mbanë është ta zëri dhe imazhi. Në anën tjetër është pjesa e ekspozimit në TikTok, po dhez një video edhe çka pasaj. Po tiren gazetarët për me boj intervist me ty, për shkak që jetë tiktokere. Nuk është që kam diçka kundër kësaj pjese, po nëse flitet për bashkëpunimet që unë kam, gjithmonë e potencoj faktin që unë nuk jam modele dhe nuk muj me lujt rolin e modeles. Unë ta bëj reklame në mënyrën time pak më serioze, me qenë se dhe kjo jeta akademike më ka botë që me endru pak qasin ka shi bashkëpunimeve, na ka ndonë ndoshta gjithve me refuzu diçka për me sakrifiku, me marrë diçka tjetër. E unë jam tash në atë periudhën që po du me ndryshu pak pjesën e showbizit, sepse realisht me këto pa dasht me fol kash për askë se cili besoj e ka risku në vetë, po këto intervistat në shesh nuk është që po më lajmë për shtypje, sepse kanë qenë vite më herët. Kështu që nëse e bën me qajt një personazh që ka fol në shesh dhe të lutet me e largu një intervist, del pak në pozitën e ti, sepse jo gjithë mundemi me pas aftësin me fol qetë në intervista. Kështu që këtu ka qenë ideja pak me u dallu që këta të TikTokut për lek nuk pe kursejnë askë. Për lek dhe klikimet. Kur jemi të leku dhe klikimet, cili është ai kompromisi më i madh